Dita them që rrogat apo pagesat apo të ardhurat që mund më sillte vetë profesioni im duheshin shumë vite jetë që unë të jetoja po me ato të ardhura. Edhe domosdo, kur unë kam punu në studio arkitekture, kam pasur edhe 2-3 punë të tjera që t'ja dilja me jetesën në Tiranë. Pra është e vështirë jetesa për një të re të 20-at apo jo? Po. Mua më duket e vështirë sepse, normalisht në varësi të njeriu se sa kërkon nga vetja. Unë jam një njeri që kërkoj shumë nga vetja dhe du ta shikoj me një jetë që mund mos më dhimbset mos kem pengesa për një spital, një hall, një dëshirë time, një udhtim apo qoftë edhe për transportin, mos vuaj siç kanë vujtur edhe brezat më para, se sa më shumë kalon koha, aq më përpara duhet jemi edhe aq më pak vujtje duhet të përcjellim te ardhmja. Po, shokët e tu, kolegët, shoqet, si e kanë pritur? Të afërm, nuk e di, flas gjithmonë gjeneratën Z, pra brezi jot. Pjesën e kujt? Daljes në protestën, si e kanë pritur? Kam pas reagime shumë pozitive që më kanë thënë bravo, normalisht kanë hipoteza, se habite me hipotezat, kusht ka përfshirë, si e përfshirë, fshien ca pagesa aty, jo, unë jam empatike si njeri. Ti nuk e patur motivime të tjera financiare? Absolutisht, as për like që thotë, zoti kryeministër, ish kryeministër dua ta quaj, sepse di që do bëhet një ish shumë shpejt, në funditësh. Edhe as për like, as për views, unë Instagramin më vjen mirë që na ka dhënë rëndësinë e duhur, sepse zëri ynë nuk arritur aksionet. Zëri ynë ndikoi edhe njerëzit kuptuan se puna jonë që nga rëndësishme, kaq vite, se unë kam që 2018 që merrem, është 2026 dhe i thon 8 vite që unë merrem me Instagramin, unë nuk ngela për protestën për të marrë krejt viewersat. Sa ke followers ose kam mbi 170.000 ndjekës, edhe unë nuk e kam të nevojshme vëmendjen. Pra nuk e kishe nevojë ta merrje. Jo, unë kam punuar edhe në televizion, kam punuar gjithandej dhe sot me një skandal më të vogël ti bëhesh virale dhe bëhesh e famshme në Shqipëri. Ky është realiteti i ditëve të sotme. Kështu që unë nuk kam pritur, nuk kam qenë ai personi që unë të bëj diçka për të marrë vëmendjen ke kjo që ndodhi. Por e kam bërë sepse e kam ndier shumë afër, se dhe vetë nga një familje shumë e thjesht, rroktarvi, dhe e di se sa vujtje është marrësh një shkollë për një tri. Kur nuk ke mbështetje, qoftë edhe nëse je nxënës ekselencë, unë kam qenë ekselente dhe nuk kisha një përkrahje apo një shpërblim nga shteti apo që ndihesh e vlerësuar për atë që ka jep, nuk po them për atë që rrin, paraziton, apo nuk investon apo nuk bën asgjë që të marrë një gjë në këmbim. Ama kur ti do t'japish shumë, normalisht do presish një vlerësim apo dyert e hapura, ndërkohë që këtu funksionon miku, këtu funksionon leku, këtu funksionon disa gjëra që janë të shëmtuara. Në gjithë botën ndodhin këto, po këtu po ndodh me sasi të mëdha. E ke provuar në një shtetin ose apo kemi dëgjuar këtë pjesën? Fatmirësisht, fatkeqësisht nuk e di se cilën të them nga këto, jo, nuk e kam provu. Të intereson apo se je fare? Nuk më shkak të kushteve që ti the? Momentalisht, shiko, e ardhmja nuk i dihet kur. Unë jam në fushën e biznesit tani edhe dua absolutisht shumë me ndje veten te sipërmarrja, edhe është biznes shumë fitimprurës, ndërkohë unë e kam ndaj edhe me ndjekësit e mi këtë gjë. Kur më kanë thënë pse ke dalë në protesta, rroga, njeriu i krijon vetë të ardhurat, unë i kam thënë shiko, unë nuk varem, gjëja që unë bëj, biznesi që unë bëj është internacional, global. Nuk varet fare nga ekonomia e shtetit. Sepse unë kam partnera jashtë vendit edhe nëse unë s'dua të punoj me Shqipërinë, s'dua të punoj fare dhe nuk ndikohem, edhe pse jetoj në Shqipëri. Por, domosdo ndikohem edhe unë nga ekonomia e vendit, sepse të blesh sot një shtëpi apo të bësh disa gjëra të mëdha, duhet shumë më shumë punë se sa një ri apo një mbështetje që unë shikoj dhe jam në kontakt me njerëz që jetojnë jashtë, edhe kanë akoma pak më të lehtë. Pra po thua që për një të ri në Shqipëri, për një të re, siç e ti, është shumë e vështirë ndërtimi i jetës, po flas ato kushtet, po themi normale, një shtëpi dhe
element të tillë. Edhe unë po flas për baziket. Sigurisht njeriu ka mbijetu edhe do mbijetoje. Po pse shqiptari, unë jam fut edhe njeriu është sa të kërkoje, e kupto Arber, është sa të kërkoje atë do marri, po. Ka disa njerëz që nuk janë gjithë të futshëm në biznes, nuk eksperimentojnë shumë, por kanë mbaruar të studimin, duan të krijojnë atë karrierën, ama dhe ta ka jo karriera. Një rrugë nuk është e mjaftueshme për jetesë normale. Nuk po them unë që shteti do më rregullojë mua jetën, do më sigurojë mua shtëpinë apo gjërat kështu. Po unë kur ndihem e pasigurt në rrugë, kur nuk kam spitalet e duhura, kur çfarë të them se mungon infrastrukturën, mua do më prishet makina më shpesh, unë do së murëm duhet të shkoj te privati, sepse te shteti nuk gjej asgjë, edhe janë disa gjëra që ti merr avash edhe nuk të le të ndërtosh atë gjën e madhe për një të ri. Sa absolutisht varet nga vetë njeriu, por shteti duhet të ketë ato gjërat më të bazike. Çfarë të ka pëlqyer më shumë te protesta dhe çfarë ndoshta nuk të pëlqen, pra duhet të rregullohet? Shiko, gjëja më nëse unë kam shku ditë e parë me dëshirë, edhe më beso që kur iki nga aty, më duket sikur leca fëmijë, ka një energji aq pozitive me ato të rinj. Janë aq të bashkuar sa që unë kam qenë pjesë aty edhe më ka rastisur me fole, sikur i njihen gjithë bashkë, sikur janë gjithë në njëjtin mendim, kanë një unitet. Nuk e di se kush flet, jo po janë të përçar, jo po disa janë kështu, jo. Njerëzit që unë kam takuar, çdo kush aty gjendet për situatën konkrete të atij. Qofse i ka hik. Ka një solidaritet, ka një empatizëm të madh, po thua. Po, njerëzit me njëri tjetrin, po edhe dëshira për të rikthyer pjesë që unë domosdoshmërisht dua ta përmend dhe ta theksoj, emigracionin, se sa nëna kam takuar apo sa ende të rinj që i kanë ikë vllai, ka ikë shoqëria, krejt jashtë. Edhe kjo është e dhimbshme. Qofse unë të tregoj një pjesë, sinqerisht më ka ngelur edhe dua t'ja tregoj edhe të tjerëve se është për të reflektuar. Unë motrën e kam në Gjermani. Është me diplomë, me bachelor, edhe 2 mastera, edhe u fut në bank si financiere, edhe kur kam shku nëse është në Gjermani tani, edhe kam shku te avokat, noterja. Po. Kam shku te noterja për t'i kalu letrat e shkollës në gjermanisht, për t'i konvertuar në gjermanisht. Edhe ta dish reagimin e asaj noterjes, ishte 60 vjeç, shumë në moshë, edhe thash kam këto letrat edhe thash të shkollës edhe më duan në gjermanisht. Nuk i thash as janë të motrës. Po ku po shkon më nan? Po si do ikesh dhe ti më nan? Unë ngela se hera parë që po e takoja. Po vin 10 diploma, vin 20 diploma në ditë më nan tha, do na lini vetëm, ju mbushën syt me lot. Po them sinqerisht, është aq për të ardhur keq, saqë unë vetëm ngela se nuk e prisja atë reagim nga noterja, hera parë që e takoja një njeri, edhe i shkonin lotët, nuk e di se sa kishte pas para meje ndoshta, edhe ishte po është sinqerisht e dhimbshme. Shumë nëna po i digjen zemra për me pa fëmijët, edhe kjo pjesa e migracionit është gjëja që prek çdo kënd. Si mu si ty, si çdo kënd e ka, çdo kush, çdo familje ka. Vetë ke menduar largimin apo aty pas gjithmonë? Unë kam thënë gjithmonë që guri i rënd peshon vetë. Nëse je shkafet këtu, do jesh edhe jashtë. Nëse bëhesh këtu i Zotit, do jesh edhe jashtë. Nëse këtu do punosh për rrugën, do kërkosh atë jetën normale, atë jetë normale do kesh edhe jashtë, sigurisht. Por ka pas momente që kam thënë, okay, njerëzit nuk bëhen, se na herë javim edhe njerëzit, na herë javim edhe shtetit, na herë njeriu se di se çka kërkon vetë. Ka pas edhe raste kur kam pas probleme me doganat, me taksat, edhe përderisa nuk jemi shtet MBE, dogana, unë merr me produkte dhe besoj se e kupton pjesën e doganës se sa e vështirë. E kam e dëgjuar, nuk e njoh se s'm ka lidh, po ta besoj.